Një ngjarje pa precedent është regjistruar në një nga supermarketet e kryeqytetit ku ish konkurrentja e Big Brother Genta Gjalpi është kapur nga kamerat e sigurisë duke u sjellë në mënyrë të papranueshme ndaj një të miture. Në video Genta e kap vajzën fillimisht nga flokët dhe më pas rrëzohet duke e ndjekur atë, pasi kanë kryer blerjet. Ish konkurrentja e Big Brother tërheq të miturën nga bluza dhe e shtyn për të dalë jashtë. Lidhur me këtë ngjarje, ka reaguar edhe nëna e të miturës, e cila ka paralajmëruar masa ligjore ndaj Genta Gjalpit. Ajo ka lënë një koment krah videos së publikuar, ku shkruan: "Unë jam nëna e fëmijës në video dhe më dridhen duart nga ajo çfarë po shoh këtu. Ky njeri që ngre dorë mbi vajzën time, që u lë në mirëbesim të atit, do përballet me ligjin", shkruan ajo. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.